Dje rreth orës 10 në fshatin Çegran të Gostivarit, zyrtar policor të sektorit për punë të brendshme Gostivar kanë privuar nga liria 24 vjeçarin M.I. nga fshati Çegran për shkak se i është gjetur dhe konfiskuar marihuan. Ai është ndaluar në komisariat dhe pas dokumentimit të rastit do të përpilohet para shtresë përkatëse. Sot në orën 1 në departamentin për punë të brendshme Gostivar, 31 vjeçari I.K. nga Gostivari ka raportuar se një ditë më parë rreth orës 23:30 në një objekt hotelerik në Gostivar është sulmuar fizikisht nga M.I, pas së cilës i është kundërvënë sulmit, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje në orën 17:20 në Tetov, zyrtarët policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria personat O.A. 25 vjeç dhe M.A. 23, të dy nga fshati Çellopeki i Tetovës, duke vepruar sipas kallëzimit të mëparshëm se për shkak të keqkuptimit në komunikacion kanë kanosur personin A.I. 35 vjeç nga fshati Slatin e Tetovës. Ata janë ndaluar në komisariat dhe pas dokumentimit të rastit do të bëhet kallëzim përkatës. Dje në orën 15:05 në sektorin për punë të brendshme Tetov është raportuar se në autostradën Tetov-Gostivar ka marrë flak automjeti I udhëtarëve BMW X5 në lëvizje, të cilin e ka drejtuar AJ nga fshati Pirok I Tetovës. Nuk ka të lënduar, ndërsa zjarri është shuar nga një siti territorial I zjarfikësve të Tetovës. Kontrollin e ka kryer ekipi I departamentit për punë të brendshme Gostivar.